kam dëshirë një mendim prej teje për një person. Keni qenë bashkë tanë karjerën, nëse muj me thonë karjerën. Keni qenë luftra, keni qenë procese ndryshme. Bëhet fjalë për hoxhën e nderuar Bekir Halimi. Çfarë mendimi keni, nëse ka mundësi, për shikuesit? Allah është problem të inshallah. Shqo, e ka një fjalë, shka e thot populli, me ka shkon? Qa shtu je? E tash, ja unë jam i mirë që shkoj me ta, ja është që vjen me mu. E kuptove së në. A ka përgjigje më të madhe. Inshallah Zoti na shoqëron vepra të mira. Edhe inshallah Zoti hoxhës jep himër e shnet që me pas të mesin tonë. Se vdekjes nuk e dihet. Sot je mirë, nesër. Unë a keq do thot i smund. Do thot dje kesh mirë, sa ba kruqova. Si jam mirë. Qa që veç një sigurat që tikon me ta prej. Allahu dhul gjilar edhe të hu shketë. Inshallah Zoti jo veç Bekirin, po edhe plot hoxhëllar tjerë shka i kena të mirë. Inshallah Zoti jep himër e shnet se elhamdulillah na që të shkup dhe thot i kemi do hoxhëllar vallahi apëton janë dukat apëton. Pse? Po xhamia po të kalzojnë. Nëse për shembull e ban një analizë, çësha ka një jeta fetare këtu para 40 vjetëve, se tërësa i kom 10 vjetë, ndështë s'ku mojtë men, ama 50 vjetë, moj men mirë, së no, apëton. Çësha ka një jeta fetare, edhe çësha sot, e kush i ka bënë të punë, që ta gjëllar të këqi, shka i shajla në non-stop. Ja, filani po vozitët, me gjip, a i qetëri filani e ka bënë shpijen që kaq, ki filani që kaq. Jo, be t'i këshirë gjamiën, apëton. Nëse gjamiën e ka mirë, puna mirë, apëton. Alhamdulillah, ke gjamiën të shkup janë për marak, apëton. Po jo që janë për marak, po janë të lullzu ditë për ditë, apëton. Të ndreq, treja, të majte, ato kush i ban? I ban dikush, apëton. Inshallah, Zoti ju e himër të gjithë, apëton. Amin. Abrash, që atin e shka kontribojnë, do thot, për jetën fetare, në për këto venet tona, se e ke pa, kur dalën na dikon për jashtë, na ba qefi, pika djeme për shkupit. Vallaj, shkupi si meke e dytë. E na ba qefi, ama për më bo shkupi meke e dytë, dhe të përkon të gjithë mirë. E kur t'janë për shembull shumica të mirë, bëhemi të mirë, ama kur jemi shumica të këqi, bëhemi të këqi. E inshallah Allah i na ban të mirë. E na ban hala ma të mirë se çish na mendojnë njerëzit. E na i falë Allahu dhul gjilar, që ato shka nuk i din njerëzit për neve. Zoti shpërblet, falënderit shumë për pyetjen.